jetë e humbur në radhët e policisë së shtetit dhe një koleg tjetër i plagosur. Kush mban përgjegjësi? Po para se të flas për përgjegjësi, parë do t'i bëjmë duhet të ngushëllojmë familjen e punuesit të rë në kryet detyrës, shpallur dëshmorët në shtëpi. Duhet të ngushëllojmë familjen dhe gjithë pjesëtarët e tjerë të kolegët e tij të punës. Dhe njëkohësisht edhe ne shprehim keqardhjen që largohet nga organizata e policisë një pjesëtar i devotshëm i policisë shtetit, i cili sakrifikoi edhe jetën në krye detyrës, ashtu sikurse edhe punojësi tjetër që po përballet me jetën, vështirësitë, kurimin e plagëve që ka marrë me dalin e urgjencës, dhe le shpresojnë paktën që të bëhet sa më mirë ky punojësi tjetër i policisë. Tash në lidhje me pyetjen që sapo bëhet përgjegjësia, sigurisht që gjithë strukturat e policisë, ashtu sikurse edhe Agjencia Mbikëqyrjes Policore, e kanë detyrë ligjore që të hetojnë dhe të merren me analizën e ngjarjes që ka ndodhur. Dhe analiza e ngjarjes do nxjerrë patjetër që do nxjerrin edhe përgjegjësitë secilës strukturë dhe secilit individ për lidhje me zbatimin e procedurave standarde në organizimin dhe realizimin e një operacioni policor për kapjen e një personi që ka qenë në kërkim. Të gjitha këto do të jetë të shpejta për të dhënë një konkluzion në lidhje me përgjegjësitë, sepse tash është momenti që duhet të bëhen ndërimet e dëshmorit që sapo i ushtoi një polici i shtetit, dhe mas të kryejm të gjitha detyrimet që kemi ndaj punojësit policisë, në aspektin e respektit të veprës tij, atëherë ne patjetër që edhe si sindikat do të nxjerrim edhe ne kemi kërkesat tona, analizat tona dhe njëkohësisht edhe do të trajtojmë edhe përgjegjësit e kush janë, si janë, si duhet të ndryshojë edhe performanca e policisë shtetit, në qëllim që jeta e punojësit policisë jetë në vëmendjen e drejtuesve të policisë, sepse është detyrë që jo vetëm të kryejmë detyrën, por të ruajmë edhe jetën e punojësve, sepse policia e shtetit dihet si numri i trënëve ka arrit një shifër që janë shtete shumë më në numër edhe më të mëdha se sa shteti jonë, edhe numri i trënëve në detyra shumë më i vogël në raport në policinë e shtetit, qofshin edhe në rajon, qofshin edhe në Europë. Kështu që ne këto analiza nuk është se janë bërë edhe më përpara, por si duket nuk është vu theksi tek ajo që është atje ku vjen plaga. Plaga është që dihet është trajtimi, kushtet e punës, mjetet e punës, edhe përgatitja profesionale, që janë baza. Që duhet ndanë detyrat, se cila është detyra e një punojësi thjesht, detyra e një strukture tjetër, në raport që trup special dhe detyrat gjithë në radhë të cili dhe duke i ditë mirë dhe funksionet dhe detyrat, duke pas edhe mundësit edhe pajisjet e nevojshme për të realizuar kushtet e të një nivelit lartë të profesional, besoj që nuk do kishte kaq viktima sa çka pas policia e shtetit. Pse një person në kërkim prej vitesh arriti të përballej me armë me policinë pa u neutralizuar më parë? Sigurisht që varet te informacioni që ka pas policia, se personi asnjëri nuk thotë që unë jam i armatosur, edhe kriminali nuk është se këto armë që disponon i bën publike apo i nxjerr apo ka. Dhe kështu që me sa shohim ne fakti që u gjinen në mënyrë të para një befasie, para një prite, nga personi kriminali, se po i themi kriminal, se kriminal është ai person, se ai edhe veprimet që ka kryer, me goditjen që i ka bërë punojësit policisë, veprimet i ka kryer të qëllimshme dhe të drejtë për drejta.
fakti që ka godit kokë do të thotë që ai e ka çdo gjë ka pas në të paramenduar, i ka prit forcat e policisë edhe veprimin e ka pas të paramenduar që ky do të krynte veprime deri në terrorizimin e këtyre forcave për t'i detyruar që të largohen. Dhe ai në një farë mase ato veprime siç i kishte venduar ashtu i realizoi. Apo paguajnë policët me jetën e tyre mungesën e investimeve dhe planifikimit, por ndonjëherë edhe të neglizhencës? Tash ju një gjuhë pak a shumë sot, pa edhe komunikata për shtypje të drejtorit përgjithshëm. Njëkohësisht ajo komunikat nuk qeklet të thjesht, ajo komunikat holli edhe sqarime në lidhje me procedurat e mëvonshme si do të trajtohen edhe ngjarja. Sigurisht ai boni dha edhe informacionin lidhje me se nuk janë fut forca tjera speciale në këtë operacion dhe si është gjykuar në raport me këtë operacion. Tash të gjitha janë ato strukturat kompetente që ka qoftë drejtoria e hetimeve që do të merret drejt për drejt edhe me nëse janë zbatuar procedurat, nëse kemi qenë para një ngjarje që duhet merreshim masa më të sigurta për të kryer një operacion të tillë në një territor të hapur, jashtë qendrave të banuara. Prandaj them që kjo do të presim edhe përgjigjen e strukturave përkatëse, të shpresim edhe përgjegjësitë që do marrin personat individ, pastaj ne sigurisht që ne kemi opsionet tona pastaj lidhje me ndryshimet që duhet bëjë vetë organizata policisë për t'ju përgjigjur me struktura, me punojës të aftë edhe nga ana profesionale, duke i trajtuar ata në mënyrë specifike në luftën për sigurinë e rendit edhe luftën kundër grupeve kriminale. Sepse grupet kriminale tek ne e dim shumë mirë që janë një hap para policisë shtetit, qofshin në pajisje, në armatim, qofshin në mjetet financiare, disponojnë mjetet financiare dhe në organizim, kanë ndryshuar edhe formën e organizimit, kështu që është një punë, një luftë e vështirë sot për sot, por gjithsesi prandaj kërkojnë edhe strukturat posaçme që të ndërhyjnë dhe të neutralizojnë këto grupe dhe të kapen në moment në qëllim që këto mos paraqesin rrezikshmëri jo vetëm për policinë, por as për qytetarët. Si duhet të ishte vepruar në raste të tilla kur dihet rrezikshmëria e këtij personi që dhe operacionet të tjera ishin organizuar nga Renea? Unë patjetër që Renea nuk do kishte as më të voglën problem për ta neutralizuar këtë si person, sepse Renea është repart profesionist me punojës policisë që janë profesionistë në fushën e neutralizimit e elementit armatosur, janë të organizuar me struktura njësoj si forcat speciale të vendeve tjera europiane, kanë treguar që janë të afta të kryejnë në çdo situatë sado vështirë me persona të armatosur operacione me sukses. Kështu që nuk ka pas as më të voglën dyshim se këtë operacion në Renea do ta kryente shumë lehtë dhe me sukses. Por fakti që nuk është aktivizuar, ajo ka qenë një vendimarrje e drejtorisë vendore, e kanë gjykuar dhe kanë marrë vendimin që ta zgjidhin këtë situatë me forcat e veta të strukturës që ka drejtoria vendore dhe pastaj pasojat dihen. A ka ngjashmëri ky rast me rastin e drejtandajtit kur nuk u njoftuar Renea? Rasti i drejtandajtit ndryshon me problemin që në rastin e sotëm. Kushti nuk janë se analoge. Të dy janë raste që personave janë të armatosur, po gjithsesi. Por ne duhet të themi vetëm një fakt, që strukturat i merren drejt për drejt me operacion, me zgjidhjen e situatave të vështira që janë me
individ të armatosur që i kundërvihen punojësit policisë me armë apo grupe të armatosur, është vetë repart që ka të gjitha mjetet dhe gjithë përgatitjen e nevojshme që të neutralizojë shtërëndim. Anësitohet policia për të marrë merita për arrestime të bujshme duke e paguar me jetë policësh. Sigurisht që jeta policit është qofshim që për vetë organizatën e policisë, ashtu edhe për këtë do qoftë është shtrejtë, sepse jetë e një familjari që lën pas një mungesë të theksuar tek pjesëtarët e familjes, të dashurit e tij, ashtu lën edhe për fëmijët e tij, për prindit e tij, për gjithë, edhe për shokët e tij, për gjithë. Fakti që numri i tërëndë është relativisht i lartë, tregon që ka shumë nevojë, ka vend për analiza, ka vend për ndryshime, ka vend për të bërë edhe reforma thella në policinë e shtetit, që policia të jetë aktive, të jetë fleksibël, të jetë edhe e aftë në të gjitha drejtimet, edhe të bashkëpunojnë gjitha strukturat, sepse po nuk pati bashkëpunim me strukturat nuk ka edhe në operacionet suksesshme. Sa të përgatitur janë efektivët e policisë së rendit për të përballur me persona me rrezikshmëri të lartë? Punojësit e policisë të rendit, në përgjithësi, ne po flasim për patrullat e përgjithshme që janë në kontakt direkt në terren, dhe detyra e tyre nuk është që të përplasen fizikisht apo edhe me armë me personat që paraqesin rrezikshmëri dhe që ata konstatojnë se janë me armë. Ato i dinë mirë detyrat e veta, kur një person është i armatosur, ata kanë detyra të veçanta, ata duhet të ruajnë kontaktin në distancë me personin, njoftojnë forcat që kanë detyrë për ta neutralizuar, ka edhe për ta ndaluar personin që bëhet me armë. Kurse në rastin konkret, kur përdoret arma në një situatë të veçantë, qofshin edhe me qytetar, në grup qytetarësh, apo kur përdoret edhe ndaj vetë forcave të policisë, sigurisht që edhe kjo ka procedurat e veta të ndërhyrjes, që besoj çdo strukturë i di mirë dhe besoj që duhet t'i zbatojë. Dhe këto janë të përcaktuar saktë në detyra funksionale dhe procedura standarde për çdo strukturë. Për rendin ka standarde, për forcat e ndërhyrjes ka tjetër procedurë dhe për repartimin e neja ka tjera procedura standarde. A ka pasur ankesa nga efektivët për mungesë pajisjesh, armatimi apo mbrojtje personale? Rasti në fjalë, të gjithë këto që i kanë marrë pjesë në operacion, në rastin e sotëm, të gjithë kanë qenë të pajisur me antipluj. Të nivelit 4, që mbrojnë edhe nga armët e gjata, si që është kallashi. Por, si gjithmonë themi pjesa kokës është pjesa më delikate, dhe fakti që ky ka qenë një përdorues i mirë i armës, personi kriminali, dhe nuk ka parë edhe finestra ka qenë shumë mirë përcaktuar e ky person. Është sigur se ka qenë edhe veprimi dhe bindja e tij për ta kryer një veprim të tillë, që e ka kryer me konsciencë vrasjet. Ky gjë besoj që në rastin konkret është edhe një problem tjetër ky përdorimi i këtyre pajisjeve, por ka është edhe rast fatkeq kur plumi mund të kapi në një vend zbulut ku midis pjesës së pajisjes edhe pjesës kokës. Çfarë duhet të ndryshojë urgjentisht që ngjarje të tilla tragjike të mos përsëriten? Tashi konkluzionet për që mos përsëriten këtë do t'i japin drejtori i përgjithshëm pasi të marrin gjithë informacionet nevojshme për ngjarjet që kanë ndodhur. Kurse ne si sindikat ne do kërkojmë disa gjëra tjera që kanë lidhje me kushtet e punës të punojësve të policisë, në trajtimin financiar të punojësve të policisë për performancën, edhe jo vetëm për trajtimin e punojësve të policisë janë detyrë, por edhe ato që kanë rënë për shkak detyrës familjare të punojësve të policisë, që duhen trajtohen prapë në një status më të plotë, sepse statusi është shumë i vakt. Pra,
ne kemi shumë kërkesa në këtë aspekt, sepse to do të jenë ato që do t'i paraprin, plus asaj pastaj edhe duhet të ndryshohet pak edhe sistemi i organizimit të përgatitjes profesionale. Nuk duhet të mjaftohemi vetëm me atë që akademin dhe atë që bëjnë në shkollë, por ky sistem duhet jetë i vazhdueshëm edhe në të gjitha strukturat vendore, me strukturat posaçme, të cilat një pjesë edhe i kanë shkurtuar si funksione, janë funksionet që kanë qenë dikur të shefave të përgatitjes profesionale, që kanë pas detyrën që të merren vetë për vetë me programet dhe përgatitjen e trupës për mëna profesionale. Dhe këto ne do në shkallë hap pas hapi do t'i kërkojmë dhe të shikojmë edhe se çfarë ndryshimesh do të bëjmë dhe si do t'i rivendosim disa gjëra që i munguin policisë sot. Punojësit e policisë ta ketë jenë të aftë edhe të qartë profesionalisht që duhet veprojnë. Dhe për ta mbyllur, nëse do t'i drejtoheshit sot ministrit të brendshëm me një kërkesë të vetme pas kësaj ngjarje, cila do ishte ajo? Kërkesa e sindikatës është që nuk duhet të tregojmë vëmendje vetëm rastin kur nolli ngjarje. Do të jemi shumë vëmendshëm dhe shumë afër trupës policore për gjitha nevojat që kanë edhe para se të nollin këto ngjarje. I paraprim përpara. Vetëm kështu, duke qenë sa më afër organizatës policisë, ministri do kuptoj edhe hallet, problemet që kanë punojësit e policisë. Sepse janë këto hallet, këto probleme që duken vogla në dukje, por që nesër shkaktojnë pasoja tepër të rënda gjatë kohës së kryes detyrën. Të falenderoj shumë, ishte kënaqësi. Faleminderit për frekvencën.